Të me lejoni në fillim të shprehu ngushëllimet babait ish presidentit Hashim Thaqit, familjes e tyre. Kur është për këtë pyetje që ma keni shtru, përshtypja ime ma e madhe që e kemi pasur një tubim më të madh në histori e Serbisë, pra proteste studento-qytetare, afër 800.000 protestuesit sipas shënimeve ekspertave të Serbisë dhe ekspertët e ujit. Pra, çka është mesazhi i studentëve? Boll mo Aleksandar Vučić, liroj institucionet të cilet i ke uzurpuar. 13 vjet puno punë në kuadër e kushtetuesës, do të mi punu punë të veta, shpërndoj dhurata, kry detyrat protokollare, kuadër e kushtetuesës, nuk i mo legitimitet as autoritet për me udhëheq shtetin ton dhe shoqërinë të cilën e ke smuar. Qështu mundem të definojmë mesazhin e studentëve. Unë i uroj sinqerisht studentëve që nuk lejuan incidente, se ata e kanë të gjitha meritat që s'ndodhin senet të planifikuar nga pushteti, cili në kontë të planifikuar me i boqat në shtunën afër kuvendit të Serbisë. Nuk e di sa janë zgjenuar qytetarët e Serbisë e çka kanë pritur ndaj studentëve. Kur asnjëherë nuk kanë cek që me 15 mars është dita D. Po i tham Vučićit është kur e vendosmi, ata i thanë Vučićit në fundi është atëhere kur e vendosën ata vet. Po. Edhe dëshira e qytetarëve është që të ndërhoqet pushteti me afatin sa ma shkurt. Vetë Aleksandar Vučići ndoshta mendon për veten që u forcu. Unë mendoj absolutikisht jo. Pse? Per arsye që studentët nuk ndalen se i përdori kundër tyre armën sonike për të shpërndar protestuese. Regjimi i beri muj lirisht me thonë në sulm terrorist ndaj studentëve dhe qytetarëve të vet. Pra, tani kërkohet përgjigje e tij. Kërkojnë hetimin studentën ndërkombëtar. Unë mendoj që do të problematizohet gjithçka në Serbi në kohën e ardhme. Qysh me thonë, dhe do të radikalizohet protestat matutje, se nuk e pranojnë shtetin e vetëm një njeriu i cili quhet Aleksandar Vučić. Të jem unë në vend Vučićit, unë isha brengosur se ka mbetur vetëm. Ai ka mbetur vetëm. Ata e mbështesin vetëm serbët e Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës. Pra, edhe paqja në rajon vërtet, pra edhe paqja në rajon vërtet nga Serbia është qetësuar. Në fund të them edhe këtë, mishi 13 vjeçar i Vigjit vjetër u zi, tani duhet mu dinstat, mu bogati. E qartë. Zoti Dimiq, të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë lidhësh drejt për drejt me ne dhe këto informacione deklarata interesante që dhat. Faleminderit juve dhe po kërkoj falje që gjuha jeme shqipe nuk është amtare edhe po mundohem shumë ma shpejt me mësu. Jo, shumë mirë po flet, e kuptueshme është. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Gjithë mira për juve.